E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku, unë dua gjithmonë të jem transparent dhe i drejt me publikun tim, ato të cilët më ndjekin gjithmonë. Unë kam hulumtuar, në fakt kam lexuar mbi rregullat strikte të Big Brotherit dhe natën e mbrëmshme u thye një rregull kryesor, hapja e derës kryesore në shtëpinë e Big Brother. Unë e dija, e kam dëgjuar dhe nga Ledioni në formatet e tjera që thotë është e patolerueshme, nuk është e lejueshme, do të dënohen ata banorë të cilët hapin derën e shtëpisë së Big Brother, por Ledioni tha që Rogerti nuk ka thyer asnjë lloj rregulle. Do të thënë, Rogerti ka thyer rregullin kryesor, por Ledioni thotë Rogerti nuk ka thyer asnjë lloj rregulli. Tani, pyetja ime është kjo, apo e mban me hatër produksioni Rogertin? Le ta shohim një herë çfarë thot rregulloria e Big Brotherit për këtë gjë që bëri Rogerti. Hapja e derës kryesore në Big Brother nuk është e tolerueshme, thot, pa vendimin e vllaut të madh. Tani, çfarë dënimesh mund të merrte një banor i cili do të hapte derën? Le ta provoj një banor tjetër edhe le të shohim. Unë po të isha brenda në shtëpi, po them sinqerisht, do kisha bërë të njëjtin veprim siç bëri ai dhe do kisha kërkuar të njëjtën gjë siç ja bën Rogertit. Tani, në formatin e Big Brother VIP Albania, rregullat janë themeli kryesor mbi të cilin ndërtohet loja. Çdo veprim i banorëve, thot, monitorohet 24 orë në 24 dhe çdo shkelje, sado e vogël të duket, sado e vogël, ka pasoja të qarta. Roli i derës kryesore, do të thënë çfarë rol ka dera kryesore? Dera kryesore e shtëpisë së Big Brotherit nuk është një derë e zakonshme. Dëgjoni mirë. Ajo përfaqëson kufirin mes botës së jashtme edhe lojës. 1. Autoritetin absolut të vllaut të madh, që do të thënë Rogerti natën e mbrëmshme shkelën me këmbë autoritetin e vllaut të madh dhe këtu me rolin në dorë të vllaut të madh vet Rogerti dhe kontrollin total të produksionit mbi hyrjet edhe daljet. Asnjë banor nuk ka të drejtën ta hap derën kryesore, as nga kureshtja, as për shaka, as nga revolta apo nervozizmi, për të dalë pa leje. Realisht Rogerti mbrëm doli pa leje. A është e tolerueshme hapja pa vendim? Natën e mbrëmshme nuk kishte vendim, me thënë unë dua t'ju shpjegoj në mënyrë të detajuar. Absolutisht që rregulloria e thot jo. Hapja e derës kryesore pa sinjal, pa urdhër dhe pa njoftim nga vllau i madh konsiderohet shkelje serioze e rregullave, tentativ për prishje të izolimit, mosbindje ndaj autoritetit të lojës, që në këtë rast është vllau i madh. Do të thënë të gjitha këto rregullat Rogerti i ka shkelur mbrëm. Tani, çfarë pasoja sipas rregullores gjithmonë, jo sipas produksionit, do të sjellën në një realitet të pastër kjo gjë, sepse mbrëm nuk solli pasoja, por çfarë pasoja realisht duhet të sjellën sipas rregullores. Tani, pasojat vinë në varg të situatës dhe qëllimit. Vëllau i madh mund të merr disa nga këto masa, dëgjoni mirë. Paralajmërim zyrtar para gjithë shtëpisë. Dërgim automatik në nominim, heqje privilegjesh, penalizime që ndikojnë në buxhet, zarf të zi apo përjashtim i menjëhershëm nga loja në raste ekstreme. Realisht mbrëm, do të thënë me veprimin që Rogerti bëri, duke çuar inatin e tij deri në fund dhe që ofendoi dhe opinionisten, realisht duhet të përjashtohet nga loja, por këtu e kuptuam që dhe ky produksion shkelën rregullat e veta në fund të ditës, i shkelën me këmbë. Tani, pse produksioni duhet të jetë kaq strikt? Dëgjoni mirë, sepse formati bazohet në izolim total. Çdo ndërhyrje prish barazinë e lojës. Tani ne këtu nuk kemi barazi kundër drejt banorëve të tjerë. Ai tjetri hyn e del kur të don, këto të tjerët kanë dëshkime. Domethënë kjo është pa barazi, në fakt që po bëhet është pa drejtësi. Rrezikon sigurinë teknike dhe ligjore, dëmton besueshmërinë e formatit ndaj publikut.
realisht me veprimin që bëri mbrëm Rogerti, automatikisht ka dëmtuar besueshmërinë e këtij formati dhe kur ti nuk e respekton rregullin tënd sot në këtë ditë që po t'u lëmtosh për rregullat, ti nxjerrën të qarta, atëherë pse duhet një publik të beson? Në Big Brother vendos vetëm vëllau i madh. Banorët nuk negociojnë rregullat. Hapja e derës kryesore pa leje nuk tolerohet, domethënë është me shkrim të zi, që në kupton është e patolerueshme. Loja është privilegj, por jo e drejtë absolute. Me thënë, kjo ka shumë rëndësi. Tani, që Rogerti u kthye dhe u mbajt me mik brenda asaj shtëpie, kjo gjë ishte e dukshme. Por edhe sikur me mik erdhi Rogerti vazhdon përsëri me të njëjtin ritëm, me të njëjtën të shprehur kundër drejt banorëve të tjerë. Tani që Rogerti nuk doli për t'ia thënë fjalët Monikës, kjo është më se e vërtet. Rogerti doli nga shtëpia. Rogerti mbrëm vendosi që të largohet në atë pikë të lojës. Do me thënë, Monika i tha, hap derën, dil për jashtë. Tani, Casey, kur doli nga shtëpia, nuk erdhi në studio. Kristi, kur doli nga shtëpia, nuk erdhi më njëherë në studio, po kaluan disa ditë dhe Kristi erdhi në studio. Dhe kjo nuk kupton që Rogertin, produksioni e ktheu vetë në shtëpi, sepse i interesojnë klikimet e tij. Tani, banorët asnjëri nuk e luan lojën e Rogertit dhe nuk e kupton lojën e Rogertit. Se po ta kuptonte pak e shumë lojën e Rogertit, që të mundohen edhe këto të krijojnë strategji, të krijojnë lojra, të krijojnë debate, të krijojnë diskutime, të formës së Rogertit me denigrim, atëherë do me thënë këto do ta kishin përjashtuar Rogertin nga shtëpia e Big Brotherit. Rogerti qëndron në shtëpinë e Big Brotherit sepse nuk ka një konkurrent si vetja e tij, do me thënë nuk e ka një konkurrent si natyra e tij. Të gjithë banorët Rogertit i përgjërohen. Miri i përgjërohet, Artani i përgjërohet, Juela i përgjërohet, do me thënë Rogerti edhe grupin e tij e ka në këndin e pashas. Dhe kjo është arsyeja pse vëllau i madh i theu të gjitha rregullat e mundshme mbrëm, që rrezikon dhe licencën e vet realisht, për ta kthyer Rogertin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, sepse këto banor janë aq të qetë, sa që po të mos të jetë Rogerti aty brenda për t'i provokuar, sepse kjo është lojë nervash që tani më duket edhe Ersida në fakt në nivelin e Rogertit, dhe Ersida po provokon jashtëzakonisht shumë dhe Brikenën dhe Mateon. Dhe këtu do me thënë e shohim një pikë interesante ku banorët tani po luftojnë në mënyrën më të fortë absolute për të arritur të marrin apo të bëjnë atë që duan të kenë, të jenë në qendër të vëmendjes. Do me thënë, rregulli është thyer, pa marrë parasysh që thot Ledioni nuk është thyer, por produksioni e kishte me patjetër që ta rikthen Rogertin, sepse pa Rogertin nuk janë këto debate brenda kësaj shtëpie.